Njihni këtë bimë, mjafton një gjethe nga kjo dhe nuk do të vuani më nga këto probleme. Gjethet e mentes konsiderohen si një barishte aromatike për pije të caktuara ose edhe për qetësimin e stomakut. Në të vërtetë, gjethet e mentes ofrojnë një pasuri të gjerë të vlerave të shëndetit. Ato mund të ofrojnë vitamina, minerale dhe përfitime të tjera, të cilat mund të qetësojnë edhe stomakun tuaj. Gjethet e mentes mund të japin përfitime të mira për lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj përdorime të tilla të saj në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jenë një ndihmë vërtet për shëndetin. Studime shkencore kanë konfirmuar se gjethet e mentes përmirësojnë funksionet e trurit, përmirësojnë shëndetin e sistemit tuaj tretës dhe rivendosin ekuilibrat e duhur hormonal. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga gjethet e mentes? Sipas Healthline do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga kjo erëz aromatike. Përmirësoni cilësinë e sistemit tuaj tretës. Mentja ka aftësi qetësuese për stomakun falë përmbajtjes së mentolit, që qetëson stomakun dhe sistemin e trazhuar. Mentja është veçanërisht shumë e mirë për njerëzit që vuajnë nga sindroma e zorës së irrituar. Ky problem manifestohet gjithashtu me dhimbje të ndryshme abdominale, konstipacion, diarre dhe shqetësime të sistemit tuaj tretës. Ndaj, përfitimet të tilla të kësaj pime mund të jenë fantastike në dobi të vlerave të shëndetit tuaj. Mendja është një bimë shumë e mirë që mund të japë përfitime mjaft cilësore edhe kundër problemeve të ftohjes, duke dhënë gjithashtu përfitime të duhura për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Mentoli, përbërësi kryesor që gjendet te mentja, është një produkt fantastik që mund të japë rezultate të mira kundër ftohjes dhe lehtësimin e shqetësimeve. Ai besohet të ketë aftësi të zhbllokojë rrugët e frymëmarrjes gjatë ftohjes dhe të përmirësojë gjithashtu edhe frymëmarrjen tuaj në tërësi. Mendja është një bimë që mund të japë përfitime të mjaftueshme edhe për të përmirësuar higjienën e gojës. Gjethet e mentes largojnë erën e keqe të gojës dhe gjithashtu edhe mikrobet dhe bakteriet që gjenden aty. Ju mund të shtypni disa gjethe mente ose mund të pini çajin e mentes me energjik për të përmirësuar kështu higjienën tuaj edhe dentare. Prandaj, përdorimet të tilla të gjetheve të mentes mund të japin rezultate të mira edhe për funksionet tuaja të trurit. Studime shpjegojnë se aroma e mentes mund të përmirësojë fuqinë e trurit dhe aftësinë e tij. Kjo aromë në të vërtet nga mentja dhe në energjiku ose barishtet e tjera të njëjtës familje përmirësojnë kujtesën dhe vëmendjen. Disa studime madje kanë treguar se aroma e mentes duke u thithur ose në energjiku do të qetësojë gjithashtu ankthin dhe do të stimulojë më mirë sistemin tuaj nervor, duke dhënë rezultate të duhura për shëndetin qendror. Mentja është e mirë për sistemin tuaj tretës. Problemet me tretjen shkaktojnë kaos në organizëm. Ato shoqërohen gjithashtu me simptoma të urthit, të përzira, dhimbje abdominale. Studimet thonë se vaji esencial i mentes dhe në energjikut përshpejton metabolizmin e mbetjeve ushqimore dhe gjithashtu lehtëson komplikacionet e tyre. Mentet mund të përdoren në receta të ndryshme dhe jo vetëm në çaj. Ndonse ajo mund të konsumohet në sasi të vogël, mentja dhe si motrat e saj janë burime të shkëlqyera të vitaminës A, hekurit dhe manganit. Në mjekësinë popullore kineze, gjethet e mentes janë të dobishme për shëndetin e mëlçisë, të mushkërive dhe sistemit tretës. Mentet mund t'i mbillin në shtëpi njësoj si bimet të tjera si borziloku, majdanozi të tjera. Farat ose fidanët e tyre mund t'i gjeni edhe në tregjet e fshatarëve, dhe përfitimet që do të merrni në fund do t'jenë gjithashtu mbretëslënse për organizmin tuaj. Mentja është një nga bimët aromatike më të mira që mund të përdoren në kuzhinë. Vlerat shëndetësore që do të merrni prej tyre do të luajnë një rol të mirë në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Ekspertët e Healthline cilësojnë menten si një prej bimëve më të mira aromatike, me një ndikim të gjerë në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sipas dietologjes Nicola Rein, e cituar nga Daily Mail, mund të mbështesë sistemin tuaj tretës, shëndetin oral, madje mund t'i japë edhe një relaks më të mirë të organizmit, sidomos edhe pas një ushqyerje të shëndetshme
që mund të bëni në dietën tuaj, citojnë ekspertët. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni gjethet e mentes në recetat tuaja? Mendja është një burim shumë i pasur dhe i rëndësishëm i vitaminës A, vitaminës C, gjithashtu dhe acidit folik. Shumë i rëndësishëm ky për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj ato mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë për organizmin tuaj. Gjithashtu mentet janë të pasura me polifenole dhe me acidin rozmarik, përbërës të tyre me veti të fuqishme antioksiduese që ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Gjethet e mentes janë një ndihmë veçantë gjithashtu edhe për mbështetjen e sistemit tuaj tretës. Mentoli, përbërësi aktiv që gjendet me shumicë tek mentet, mund të ndihmojë gjithashtu në relaksin më të mirë që mund t'i ofroni muskujve tuaj dhe të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e frymëmarrjes, ngërçeve dhe shqetësimeve të stomakut. Studimet kanë treguar se vaji i mentes mund të jetë efektiv në lehtësimin e sindromave të zorës së irrituar. Mentet ndihmojnë gjithashtu edhe në freskimin e frymëmarrjes dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Mentet përdoren gjërësisht për të shpëlarë gojën për të evituar erën e keqe të saj dhe shumë përdorues të saj kanë cituar se mentet mund t'i japin rezultate fantastike në higjienën tuaj orale dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj përdorimet të tilla mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe të lehtësojnë gjithashtu shqetësimet që i kanosen në vazhdimsi atij. Mente nuk është thjesht një barishtë aromatike që mund të shijojë në çdo pije. Ajo është plot e përplot me lëndë të mira ushqyese, në veçanti në nxitjen më të fortë të imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj nëse doni që të përfitoni nga kjo ajër, përdoreni atë vazhdimisht në dietat tuaja. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga çaji i mentes dhe pse është i rëndësishëm ai që të përfshihet në vazhdimsi të dietave tuaja ditore? Ai ka veti të mira antibakteriale dhe antiinflamatore. Nenergjiku ose mentja njihet për aftësinë e saj antibakteriale dhe antiinflamatore. Mund të ndihmojë në luftën kundër infeksioneve dhe inflamacioneve, duke ofruar kështu edhe lehtësime të duhura në trupin tonë. Ajo lehtëson problemet e kollës dhe të ftohjes. Ajo lehtëson dhimbjet e fytit dhe kollën dhe jep gjithashtu rezultate të menjëhershme lehtësuese në situatën tuaj aktuale. Ajo mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë edhe fal elementeve detoksifikues. Mentoli, përbërësi kryesor i energjikut, ka aftësinë të pastrojë zgavrën e undës, duke përmirësuar kështu traktin tuaj respirator dhe duke lehtësuar inflamacionet që i kanosen në saj. Përdorimet të tilla të mentes në përditshmërinë e recetave tuaja do të japin rezultate të qëndrueshme mbrojtëse në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj përdoreni atë me kujdes në mbrojtjen e shëndetit. Do të lehtësoni shqetësimet e saj dhe gjithashtu do të pastroni frymëmarrjen tuaj të rënduar, sidomos nëse vuani shpesh edhe nga luhatja e temperaturës në trupin tuaj. Mentet promovojnë një tretje më efektive dhe më efikase në dobi të vlerave të shëndetit. Nenergjiku ndihmon në relaksimin e sistemit tuaj të zorëve, duke ndihmuar me tretjen më të mirë, duke lehtësuar kështu edhe në procesin e tretjes dhe lehtësuar edhe problemet nga ushqimet të konsumuara në formën e tyre të rënë. Përdorimet të tilla të kësaj bime mund t'i japin ndikim të mirë në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Mentet ndihmojnë me tretjen e ushqimeve të yndyrshme. Nenergjiku rrit prodhimin biliar, i cili është i rëndësishëm për tretjen e ushqimeve të yndyrshme, por është një zgjedhje e shkëlqyer edhe pas një vakti të bollshëm. Duke u kombinuar çaji mentes në vazhdimsi të recetave tuaja, sigurisht që do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Mentet lehtësojnë zorrën e irrituar. Sipas një ulëmtimi të vitit 2023, çaji mentes mund të jetë veçanërisht i dobishëm, duke ofruar lehtësime dhe përmirësime të ndjeshme në sistemin tuaj të zorrës së irrituar, duke lehtësuar komplikacionet e saj dhe duke dhënë kështu rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e imunitetit. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.